flas Fatime Peza me doktor Skerdi Faria, datë 15/4/2026, skena 1, take 1, çak. Përshëndetje të gjithëve. Sot kam të ftuar këtu një njeri të thjesht, një personazh të veçantë, e cila kur lexova historinë e saj, kuptova që ka njerëz që brenda në shpirt shehin një forcë të jashtëzakonshme, sepse pas gjithë atyre vuajtjeve, preokupimeve, andrrallave, të papriturave në jetë, ka arritur t'ja dalë mban dhe vetëm para 2 minutash e pyeta po si e tani jam yll fare me përgjigj. Pra me një forcë shpirtërore unike. Kam këtu një pacienten ton, Fatime Peza, të cilën e falenderoj që erdhi në Kate Cast, dhe do të na rrëfej jetën e saj, se si shumë e re në moshë 20 vjeçare u bë nën, një nën pas një shtatzanie problematike sepse u braktis nga bashkëshorti i saj, pikërisht kur ishte shtatzan, ndërsa ajo gjeti forcën, ndërkohë që të linte fëmijën e saj dhe të çonte përpara me vuajtje, sakrifica, por edhe me gëzim të madh jetën dhe të ardhmen e vetë të fëmijëve. Fatime, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, unë jam Fatime Peza. Jam rritë në fshatër të Kavajës, po jetoj në Golem. Në cilin fshat ke lindur? Stërbeg. Stërbeg. Sa fëmijë jeni në familje juve? 4 fëmijë. 4 fëmijë. Motra, vëllezër, do i tregosh pak? Po, kam 2 vëllezër dhe një motër. Më të vegjël apo më të mëdha? Atëherë, motra është pak më e madhe se unë, jam unë edhe 2 vëllezërit, i kam më të vegjël si vetja. Këtu i ke të gjithë në Itali. A në Itali keni kur të gjithë? Po, kemi kur. Këtu kush ka ngelur këtu tek shtëpia juaj? Vetëm shtëpia, edhe Dryni. Dryni, okej. Po. Okej, do më tregosh pak tani për fëmijërinë tënde, si ka qenë fëmira jote, se ne kështu e fillojmë zakonisht. Atëherë, unë ka qenë e qetë. Po. Maj men shumë gjëra që shumë të bukura. Ka qenë plot harmoni, sepse fshati ka pas shumë familje dhe shumë fëmijë që edhe loznin, nuk e harroj kur ato lojra që bëshim me top, me qese, me lecka mrena, edhe lushim më në rrugë, bashkë rrugë, edhe ka qenë shumë e mirë. Ti preferoj më tepër të luaj me çunat apo me gocat? Me të dy, pa dhe më shumë të kam që pak si qunë. Po, luaj futboll, do të thënë. Po, zihesh edhe me çunat, i rrifsh ndonjë çik apo jo? Nuk kam dorë, s'kam pas dorë. Ke qenë e urtë? Kam qenë e urtë, po kam qenë pak më me stres si motra, po. Po po në shkollë si shkoja, si mirë, mësoja më pak apo? Mësoja edhe jo, po mirë, mesatar, thosh. Ke qenë çik harrakate në shtëpi, ktheheshe vonë të bërtiste mami, babi, si kishe? Jo, nuk kam qenë shumë punëtore. Po? Po, kemi punu shumë si familje. Po? Edhe, però, aq shumë kemi punu sa që s'na ka munguar asgjë gjë. Okej, në ç'moshë ke filluar të punosh ti? Maj men në moshë shumë të vogël. Sa vjeç? 6-7 vjeç. 6-7 vjeç ke filluar të punosh? Po. E çfarë pune bëje? Ndihmoneshim mamin, duke qenë se ishim fshat. Po? Kishim toka, baktije, gjëra, jo grosh, misër, këto. Edhe ndihmoje në bujqësi për të mbjellë, për të korrur prodhimet? Po, edhe sot, me u kthy në fshat, unë jam i ditë gjitha, unë filloj nga prap, nga e para. Kishit edhe bakti? Çfarë baktish kishit? Lop. Sa lop? Kemi pas deri me 7-8. 7-8 lopë. Dhe ti kujdesesh edhe për lopët, i çoje të kullosin? Po, bashkë me familjen, motra, gjithë. I kishit të ndara punët apo varet se çfarë thoshte mami me babin? Edhe të ndara, varte nga koha, nga çysh situata si ishim. Po gjyshrit i keni patur pranë? Gjyshrit kam vdekur, kam qenë shumë e vogël. Shumë e vogël, dhe nuk i mban mend. I mbaj mend vetëm gjyshin. Po? E mbaj mend. Po shumë jo në shumë. Po, shumë pak. Për nona nuk e mbaj mend ato se fare, se akoma më e vogël kam qenë. E të mungojnë gjyshrit, çfarë marrën nga gjyshi, do thënë? Mbaj mend nga gjyshi vetëm babit, po? Se vinte aty. Edhe i bëshim kafe,
ka pas qenë edhe vllai im akoma më i vogli, se sot është 25 vjeç. Edhe ai i thërris atij Andi e ka pas emrin, bëj thot Ali, se nuk e sillon të mirë, edhe pishim kafe, vinte ulte ke shkallët. Pastaj ai ka qenë një gjysh shumë i mirë, sepse nuk linte që mami ta bërtiste apo Që të bërtiste mami ndonjëherë. po, nga herë normale, kujt nuk e ka bërtit mami. Po thoj se çdo fëmijë ka qenë i bërtitur nga mami. Ajo ka qenë repte e familjes. Po them më shumë si babi. Però anzi jam shumë krenare sado për mamin, sepse është edhe një grua punëtore fortë edhe. Ku e ke mamin tani? Mamin e kam në Shqipëri duke marrë fëmijët e mi për momentin. Po ata ajo në Itali me ne është. Okej, tani do të shpjegoj gjithçka. Këtu kemi lëng frutash. Po. Okej. Dhe 3 shiringa janë të mia dhe 3 shiringa janë të tuat. Kështu që merri të tuat edhe i hidhit te ky tasi këtu prej inoksi, i cili është Kisha provuar një herë kështu këtë lloj metode, po do të provoj. Këtu janë tasa sterile, të cilët neve i përdorim në sallë të operacionit për ndryshime kirurgjikale. Okej. Po është lëng frutash. Po lëng frutash është, edhe shiringat janë sterile. Okej. Kështu që ti nuk e pir ndonjëherë lëng frutash më të pastër se sa ky që po pi tani këtu. Unë me thot drejtën, kam gati 6-7 muaj që s'pi fare asnjë gjë vetë përveç ujit. Po pse kështu? Po, si di hiç ato kilet e tepra. Sot do pishi çik. Se sa kilet e ti mirë je me shëndet. Po tani jam mirë. Po pra, ja gëzuar mirë se na erdhe. Hajde pra gëzuar, kështu që ju gjeta mirë. Kurse këto di se çfarë janë? Këto, ajo që ke aty ti, di se çfarë është? E di. Ha, merr në dorë loze çik. E di. Çfarë është? Kjo është Protez gjoksi. Eko. Protez gjoksi. Atëherë, më vazhdo të më tregoj çik për punën tënde që ke bërë për prindërit e tu, për babin, për mamin. Çfarë bënte babi? Mami të vinte në punë të që të punojë. Mamin e kam pas shtëpiake. Po. Unë mirëshin me punë si ta tregova më përpara. Edhe babin animonte, po babi e kam pas muzikant. I binte klarinetës edhe këndonte. Po, shkonte në përdasma, po bënë evente gjëra të ndryshme. Përdasma, shkonte përdasma. Edhe unë flas kështu sepse jam shumë krenar për babin tem. Po. Edhe se mungon kaq shumë, po. Do dalim edhe kjo pjesa. Po, nuk e ke edhe babin, po, e di. Edhe e flas kështu sepse jam shumë krenar për babin. Sidomos edhe sot që nuk është, vetëm fjalë të bukura lëgjoj për atë dhe sa herë që ngjoj them o Zot, ça babi. Kam Po, ai të merrte edhe me vete në përdasma. Atëherë, babi e kam pas muzikant, shkonte për dasma. Pastaj kishte orkestër, grupin e vet. Babi ka pas edhe DJ. Edhe shumë herë ndishim edhe në shtëpi. Kërzeshim, ku kishim në festë, në gjë kështu. Edhe e përdorsha unë. Ka pas raste që babi më ka marrë 2-3 herë edhe për dasma, që kam, se mungon të vllai i madh. Edhe ai kam menaxhuar unë dasma. Po ti këndoje apo ja? Jo, unë këndoja vetëm në shtëpi, më ka pëlqyer edhe muzika. E si këndoje në shtëpi? Ku këndoje? Si për fikut. Mrapa shtëpis, apo ku diun, krara. Po mirë, më falë, ti hypje si për fikut për të kënduar? Po. Nuk shkoj për të marrë fiq, po i hypje aty dhe këndoje, të gjithë fshati. Po, pastaj edhe me fëmijët aty në lagje, u mblidhshim edhe imitojshim ato ethet e premtes. Po. Kush këndonte më mirë, kush më jo mirë. Edhe prandaj them që fëmijëria ka qenë shumë e bukur edhe më mungojnë shumë ato vite, edhe di që s'kthehen më po. Cili është kujtimi më i bukur i fëmijërisë tënde, ose të vjen në mend ndonjë diçka, dhe kujtimi më i keq i fëmijërisë tënde? Kujtimi më i bukur që mendoj kanë qenë Bajrami, festat, që u mblidhshim si familje, që festojshim, jo vetëm për festa, por ne festojshim edhe kur s'kishte festa. Edhe kemi pas gjithmonë harmoni në shtëpi. Edhe kjo gjë me fjalë deri sa ishte edhe babi, po edhe tani kena nuset të vëllezërve, bi fjala ka ndryshuar jeta, nuk është mos si më përpara. Po mungon një copë zemre edhe. Çfarë do të me babin tënd? Urdhë?
Çfarë ndodhi me babin tënd? Papi im ka qenë një ditë e diele, 26 shtator 2026, 2021, 2021. dhe babi im atë ditë po bonte valizën me anë tek ne në Itali. Po. Po dikush nuk e di, dikush ka hedh flak ke ullit edhe ai gjendej atje. Tek ullin tuaj. Tek ullit, po, se babi im ne kemi gati 1000 ronc ulli. Po. Edhe gjendet atje, fiksohet nga tymi, Po. edhe aty le jetën, duke shpëtu. Ullin, përpiqet Ullit. të fikte zjarrin e... Po, ka dalë edhe në xhornale atë ditë. Po. Ti ndërkohë ku ishe? Ishe në Itali apo? Unë isha në Itali, Po. më morin telefon vidi chiamata dhe ma tregojnë proprio kështu, edhe unë në fakt isha me një qendër komerciale, po bleja ca gjëra me kushërinë time. Po. Edhe kur e shikoj kështu, thjesht rri për një moment dhe them me det kush më paska djeg më babin që Se ai mori flak. babi Do nga- shpërvej se nga u mesi- asfiksi, po? po nga mesi e poshtë pothuajse i djegur, Po. nga tymi fiksu kështu. Në atë moment rri një moment kështu edhe them ç'do thot vdekje, se gjyshrit kanë qenë vegjël edhe në familje, ajo ishte pothuajse i pari që edhe më kujtu që do thot tikësh e mos vish më, kupton? Aty më ka ardhur diçka mrena vetes, një bërtitur, kështu se kur më doli cop shpirti nga trupi. Edhe thjesht kam bërtit edhe i kam thonë baba im kështu. Aty pastaj beshëtiset ajo dyqani ku isha, vinë ato sigureca që ka, unë nuk isha mo as në ashtu. Në momentin që thjesht jam dridhoja kështu, mami s'dinte gjë sepse ai ishte në Itali, dhe tha merr vllai pastaj më thotë që qetësohu, nuk duhet qash se babi, duhet i them mamit që babi ka vrarë vetëm komën, edhe duhet shkom në Shqipëri ta morim. Aty kur shkoja ti ke mami, ajo ishte bë merak se thotë ka vrarë komën. Ne ishim si të pirë, edhe tani unë sado kanë kalu 4 vjet, po ne thjesht imi mësu pasi gjë s'harrohet, kupton? Edhe i them mamit mos u mërzit, nga që e maja shumë për mrena dhe dridhe edhe 2 vjet mrapa më ka nejt kjo si dridhje, si tram, se e morëm gjithë si tram. Pastaj ja mushëm mamit menjen që nuk ka si gjë, e thotë donte me fol me babin, po i thoshim që është duke buallçin edhe doktori është mrena. Do ikim në Shqipëri, prem biletën, ku shkum në aeroport, aty ishte pothuajse shumë njerëz po të familjes që po ishin bashkë me ne. Edhe kjo tha, po ç'ne ju këtu, edhe një kushërir i më tha, rastësi se ne po shkojmë se ka vdek djeri kocës gjajt, gjasme me hum si gjithë ashtu. Nese mo, ja mushëm ment aty kështu, ku shkum në Shqipëri, pastaj që jam ashtu, nuk ishte më për të fshesës. Në momentin që na lum më ke porta, o duk ajo pjesa e kryvolit që ishte mbështet në avli. Edhe kështu. Edhe mami pa pjesën e arkivorit të mbështet në Po avli dhe gjithë ne dishim, sepse ta po jo nuk thash. e dinte, ajo e pa do të në ato moment, apo... Jo e pa në atë moment, Po, aty kuptoj, edhe kuptoj, po ne ju mundum ta fshehemi sepse magari nuk do ishim ta shikojshim në atë, ne mo ishim, orma ishim thy në atë pjesë, kupton? Edhe e kemi përjetu shumë keq, edhe ka herë bëjmë se kur jemi kështu, po është thy në atë moment që nuk është më asnjë gjë e njëjta për ne. Sa vjeç ishte babi? 58. 58, i ri fare. Po. I ri fare. U morë vesh se kush i vuri flakën ullinve? Jo, nuk u morë vesh pastaj mrapa. Në fakt ato ullet ishte hera dytë që i kishin vënë flakën. Një herë u gjend kush i kishte vënë, herë dytë nuk
Për fat keq kam maskarin në këtë botë që qëllimi i tyre kryesor është vetëm si t'i bëjnë keq të tjerëve. Ti jo vetëm ullin, që s'janë gjë, po e humbur babën, më vjen vërtet shumë keq që ka ndodhur kjo fatkeqësi. Dhe uroj që ta kalosh me të bëj sa më fort. Kjo gjë, si ta thash, ne thjesht mësohemi me situatën, sepse ormai kjo është gjë natyrshme, është jeta, çdo njeri sprovohet, çdo njeri aty ishte edhe risku atij që aty e kishte caktuar edhe Zoti se nuk i kemi ne në dorë qyshtek, po duhet jemi shumë të fortë. Unë në atë moment që mora vesh për babin që mu largu, edhe kur shkova atje që e pash në te kryevol ashtu, aty kam kuptu veten që vetëm vdekja s'pas ka zgjidhje. Ke të drejtë. Sepse unë gjithmonë jam mundu, sidomos kur kam pas ndonjë gjë gjithmonë edhe sot për familje, jam mundu që nëse ka ndonjë gjë unë copash, familje për mua është gjë shumë e shtrenjtë. Dhe gjithmonë ke gjetur një zgjedhje. Po, në momentin që unë e pash veten shumë të dobët, ç'a të bëj, edhe vetëm thaja o Zot, kjo ishte zgjidhja jote, vetëm ti mund, edhe rria kur rria që e shikoj aty ka kryevoli kështu, edhe rria kur rria, i thoj inshallah po hap syt, inshallah po bëhet i gjallë, kupton? E deri sa pastaj kur e mbyllën që me përcjell të varrezat, aty thash e humbëm për gjithmonë, se akoma edhe besosh unë shumë kohë më bon, se u bon 4 vjet tani, thoja kur isha në Shqipëri thoja kam në Itali. Kur isha në Itali thoja o Shqipëri. Edhe kur vi këtu tani në Shqipëri që shkoj ke shtëpia që duket gjithë ajo pjesa ullive atje, dhe më duket sikur ecën andej, është andej të punu. Edhe Që qenë shumë e lidhur me babën, a? Po, kam qenë shumë e lidhur. Ka qenë një person shumë i kuptueshëm. Edhe nëse unë mund bëja një gjë që gabim, më fliste, vetëm fliste, nuk ngrente zonin apo ishte njëri shumë i butë. Më vjen vërtet shumë keq edhe nuk di si të ngushëlloj, sepse shoh edhe tani pas gati 5 vjetësh që akoma e vuan këtë gjë. Do e vujmë gjithmonë. Thjesht i mësuam atë situatën tani që kur vi në Shqipëri shkoj te varri, çoj lule, i lutem Zotit, e di si them o Zot, inshallah na mundson ta takojmë xhenet. Ta takojmë njëri tjetrin, ta takojmë të dashurit. Pastaj them lum kush e kalon mirë me këtë lloj dinjoje, sepse tu do lum gjithë do ikim. Shumë njerëz që shikoj që kapen me gjëra kështu, mendoj se kur nuk ka vdekje, se kur nuk ka do i kenë për herë, gjithë tu do i lom me lek, pasuri, shtëpi, do i gëzojnë brez pas brezi. Pastaj po vdesin edhe njerëzit të ri. Pero shumë njerëz nuk e kuptojnë këtë gjë. Unë ta thash që kur ka vdek babi, unë i kam marrë gjërat akoma më ndryshe, e më bë akoma më e fortë, edhe nuk i jap rëndësi gjërave. Si ke gjetur forcën? Ku e ke gjetur forcën? Sepse ti ke edhe gjërat e tjera që do të më tregosh që kam bërë të Atëherë, unë jam nga ato femra që e kam marrë rrugën kurbetit vetëm. Po. Ma tregoj pak. Ti ke qenë adoleshenca jote dhe kjo rruga e kurbetit. Pse e morë dhe si ike? Atëherë, unë do flas që nuk du të prek asnjëri, sepse çdo njeri ka familjet e veta, gjërat e veta, dhe unë sa do i kam respekt, sepse ngajherë nuk ka faj as dikush, po qëse kryesori nuk është, nuk ka faj as dikush. Sepse duhet jetë kryesori mirë, edhe tjerë vinë pastaj mos mbrapa. Unë njofta një person, në fakt ky më sjellli shkesë me ashtu. Ishte nga zona jote? Jo, ka qenë po nga Kavaja këthe.
Okej. Edhe nëse më shumë e morëm njërin tjetrin vetë. Po. Edhe Të pëlqeu kur e njohë, pasi të u njohët, do të thënë. po, mos e po, kështu edhe e morëm vetë njëri tjetrin. Pastaj kam kalu gati 2 muaj, kam kalu shumë bukur. E them, edhe nuk e mohoj. S'kam pse ta mohoj, ajo është baba fëmijës tem. Edhe në momentin që unë e zbulova, ky kishte një tjetër. Edhe aty Ku jetonte? Ai jetonte në Itali, por kishte ardhur në Shqipëri. Edhe ne kishim gati 2 muaj që ishim në Shqipëri. Edhe po prisnim që t'ikshim. Ishit fejuar apo martuar bët dasëm ajo? Mas u njoftëm kështu, mas 10 ditë shkum komunë, bom vetëm celebrimi, po. Edhe po prisnim që t'ikshim në Itali. Kalum të 2 muaj këto në Shqipëri, edhe më thonte që do ikim shumë shpejt, kështu nese, se për mua edhe të rrishim, të jetoshim në Shqipëri, nuk ishte problem fare, sepse ta thash që unë jam femër që nuk është se kam shumë pretendime në jetë. Unë edhe këtu ku jam sot dhe kam arrit vetë pa asnjë mrapa. Po them që po prishim të ikshim, nuk po bënte asgjë gjë, pastaj qelloi që ngela pak shtatzane shpejt. Edhe shtatzanin e kam pas pak me strese, sepse fillun edhe debatet në momentin që unë e kuptova që ky kishte një tjetër në Itali. Ta tha vetë që kishte një person tjetër në Itali? Nuk ma tha vetë, por unë e kuptova, përveçse që unë s'flisja italisht. Nuk flisja italisht, edhe di djele thotë flas me një avokate. Edhe thash si ka mundësi kjo di djele merret me ty, kupton? Pastaj ikte dhe fliste jashtë shtëpisë me orë tërë, unë e shikoja dhe qa ka aty pastaj filloi që nuk filloi që mos vinte shtëpi. Pastaj po rriste barku, kalon 5-6 muaj, kupton kështu? Ikim sot, ikim nesër. Nese më. I dite unë mërë vesh që këte që kishte në Itali, kishte si në Shqipëri. Edhe këmë thot më që unë nuk jam sa ditë se do iki të punoj Saran me i shokun tem. Edhe do t'i unë se kur ma thonë të zemra diçka që nuk është, sepse unë jam tip që unë sikur e kam një ndjesi që kjo gjë nuk është e vërtetë. E kanë femrat të gjitha. Edhe nese, aty pastaj babi më ka shumë shoqëri. Edhe kishte thënë babi tem, po goca jote është nda nga burri? Jo. Kishte thonë që e kam panë me një tjetër. Në Kavaj. Edhe babi me dinte, po s'kishte thënë gjë, duke ditë që unë jam shtatzane dhe zëtonte me më mërzit, po priste momenti që takonte këte, ti fliste, ti thonte qa jetë të bo, se ky në fakt nuk po gjente nga. Edhe nese, unë këte zbuloj pastaj që ky rrite me këte të këshpje motrës vetë. Edhe aty pastaj, po thu se çdo gjë nuk shkonte mos i më përpara, çdo gjë unë e zbulova vetë, duke shku vetë atje. Edhe i thash babit, babi thë, po thë unë e kam ditë, po s'ta kam thonë, thë se s'kam dash për të mërzit. Po unë tha, prisja tha që vinte këtu ai. Aty pastaj çdo gjë po thuj se kishte mbaru, nuk shkojshim më dakord kështu. Ndoshta ai themun sepse ti e di më mirë situatën, si do që tjetë. Ndoshta ai ka qenë një moment që ka dashur të ndahej nga ajo dhe për përpiqje të shkëputej ato momentet e fundit të kalonte jetën e të ardhmen me ty. Ndoshta kanë qenë këto gjëra. Unë i shoh gjithmonë eventet edhe situatat në mënyrë pozitive, gjithmonë përpiqem të gjëja në pozitive. Ndoshta ka qenë edhe kjo situatë, por që s'ka gjetur dot kuraj të ta thoshte të vërtetën atë ta përballonit të bashkë situatën derisa të vazhdojnë të jenë bashkë. Nuk di të them, do të thënë sepse unë jam në brendësi të gjërave, është thjesht një hipotezë që bëj unë. Nuk është vetëm kjo gjë, sepse unë i kam dhash mundësinë prapë atij
mos i ndolli kjo gjë, ja dhash prap mundësinë duke ditë që kam një fëmijë, edhe unë kam dash me që e vogël e kam dash një familje. Kupton? Edhe i thoja mamit se mami më ka qenë shumë trajtu mirë me babin, shumë kështu. Edhe mendoja unë se çdo femër e mendon këtë gjë, kupton? Unë e prap ja dhash një mundësinë atij. Edhe më tha që do ikim në Itali. Po ti do ikësh përpara, tha, po unë isha në muajin e 8 shtatzanis. Edhe më tha ti do ikësh përpara, tha, unë do vi një javë mrapa me tërket. Edhe, okay, shkova tek vllai i këtij. Nita një javë, ky nuk erdhi. Edhe aty marr vesh që ky nuk mund vinte se kishte ekspulsion. Kupton? Edhe i thash, ku e dishit, po s'dia gjë, ku e dishit, të paktën thoja, qa do e bish, nuk sen këtu, maja atje, ti s'ke letra, s'ke probleme, kupton? Po qëllimi ti ndoshta ka qenë që kjo është atë zonë lind atje, merr letrat, më bën edhe letrat edhe mu. Kupton? Si mas lapsit. Se është nese më, në momentin që ky nuk vinte, ato më marrin mua dhe më çojnë në aeroport në Bologna, me më çunë në Shqipëri. Po unë kisha gati ati, po. Edhe unë kisha 10 ditë që po rri aty, edhe 10 ditë unë nuk kisha bark, vetëm nga që po hyja në muajin tim edhe barku filloi isha edhe dobët, se kur kam marrë nuk kam kuptuar që në momentin që shkoj atje edhe më thot, jo, nuk çojmë dot Shqipëri se të ti është atë zanë. Edhe nuk çojnë dot Shqipëri. Po do ti ky s'po vinte, edhe kunatën s'kan faj, kanë hallet punë të veta, nuk fajsoj asnjëri gjë se kush s'ka familje pa halle, nuk fajsoj asnjëri. Edhe ai qa boni, morëm një bilet treni me i mbari, pak distante, me orë diko 8-9 orë, me morë traketin me i Shqipëri. Aty më le konati, kisha një çantë kështu, në momentin që marr çantën edhe ta voj aty, unë kaloj një krizë barku shumë të fortë, edhe ulem se thash s'po kuptoj as vetë, shumë e fortë edhe nuk dija italisht, nuk dija si, vetëm ciao, grazie, buongiorno, që janë këto fjalë kështu. Edhe thrasin ato aty, mulin aty kështu edhe i thojnë edhe kunatit, i thojnë që nuk e morim dot se kjo mos ndodhi ndaj gjë, si që e ka e madhe, pastaj kështu. Pas ka problem. Pastaj si të bëhet, si s'bëhet, qysh tek, edhe merr një kushërir i këtij i martuar me nusen, e merr në telefon edhe i thot, po qa boni, se gjuna shtatzane, pastaj ku dina jo si qa ka i, kupton? Paka shumë ne të një vlajnë tatë, mund të kishe ndalu këtë gjo. Por nesi janë se gjërë që ndoshta dhe si kuptonin do të shpresuar, kanë menduar ndoshta se zgjidhja më e mirë që... Po unë me thot drejtën, shiko, janë ca gjëra që unë nga herë them mirë që kanë ndodhur kështu. Dhe ti pastaj lindi në Itali, nuk u ktheve në Shqipëri? Jo, unë shkova tek ky kushëriri me nusen. Po, gjithmonë në Bologna? Jo, në Padova. Në Padova, po. Po, nejta atje gati 10 ditë. Po. Edhe ato më njohën me një shoqat Casa Madre. Po. Që majnë këto nënat që s'kam për kraje, kështu. Aty pastaj fillova me bo ca analiza shpejt, se s'kishte edhe kohë me bo shumë gjojna, se s'kishte edhe... Pastaj linda çunin aty. Në Padova. Po, e linda çunin. Si ishte kur e pe çuni që lindi? Kur e pash çunin, kam qenë pak me të tensionume, sepse kam qenë vetëm, në momentin që kam marrë pak veten, kam pa vetëm nusen e kushëririt atij, që falenderoj jashtëzakonisht edhe nuk e harroj kurrë, kam shumë për zemër, pavarësisht që çdo njeri ka jetën e vet, nuk është se ngjohemi. Vetëm atë e kam pa aty. Pastaj kam lind çunin në orën 10, edhe çunin ma ke sjell në orën 4 mas dite me pa, edhe unë kisha frikë,
Ka që s'dija italisht në thoja mio bambino. Dhe ma e men edhe më gjymen zemra kështu, po e them se kisha hasë thoja jam vetëm edhe mos më morin çunin. Kupton? E kisha këtë frikë kështu. Pastaj u ktheva prap në momentin që unë morë këtë në telefon për t'i folë për çunin, mu më përgjigjet në telefonin këtij një femër tjetër. Edhe unë aty them mjaft më, sepse unë po kaloja një moment shumë vështirë, edhe ky kishte marrë një shtëpi me qira në Tiranë edhe rrinte me këtë femrën. Edhe u mërzita, se kush është ajo femër që nuk mërzitet me këto gjëra, pero thash tani kam çunin, unë në fakt edhe të fal. I herë, 2 herë, 3 herë, pero nëse e hodhe pas krave, më në fund. Po prap, unë ku e shikoja më vinte keq, thoja pse, sepse nuk kam dash kurrë që fëmia im të rritet pa babë. Si u rrit fëmia yt? Si vazhdoi jeta jote në Padova? Atëherë, unë pastaj nita një vit aty, më dhanë dokumentat për 6 muaj. Edhe në momentin që unë shkova me rinivu dokumentat, gjeta dhe kontratë pune, gjeta gjitha, edhe në kustur më thanë që ne nuk t'japim dokumentat, më dogjën edhe mu, sepse ti e martu me filonin, filoni ka probleme, që unë akoma edhe sot si ka morë vesh qa probleme, se nuk orë se të tregojnë ato, edhe kësë nuk orë se me ka thonë, edhe kështu, ka probleme, nuk t'i bëjmë dot, sepse nëse ne t'i bëjmë tyve, ti i bon edhe atje. Kapit. Kupton? Kështu. Pastaj erdha në Shqipëri, unë dam. Ktheve me fëmijën e vogël. Me fëmijën e vogël. Sa ishte djali? Një vjeç. Gati 11 muaj. Po, një vjeç. Po. Edhe unë ndat në Shqipëri. Po pastaj si vajte përsëri në Itali, apo ishte në Itali? Po, pastaj u kthyem në Itali. Unë fakt fola me një shoqën time që e kisha në shoqat, edhe fola dhe me shoqatën, por shoqata tha që ne nuk të majmë dot më shumë si një vit. Edhe unë aty kisha një shoqe, ishte shumë e mirë, kishte një gocë 3 vjeçe dhe një bebe të vogël, sa kishte lind 1 muaj 2 muaj kështu. Edhe unë e ndihmoja edhe se ishe shtatzane për atë muaj që nejta unë derisa lindet çunin, edhe si e ndihmoja ja laja bebin, pak a shumë, se kisha atë, se unë kur ka lind vllai im i vogli, unë kam qenë 9 vjeç, edhe po thuaj se unë e kam rrit vetë. Po, edhe e majsha shumë afër, i flisha kështu. Edhe kjo më donte. Edhe i thash, i them unë kësaj që unë du të vi prap në Itali, se këtu Shqipëri, mentaliteti, njerëzit, kupton? Parasisht që sa do vëllezrit i kisha më vogël vetes. Edhe më tha mu Fatim. Ishe vesh 21 vjeç atëherë. Po. Edhe i them unë kësaj, nejta 3 muaj në Shqipëri derisa u ndalla. Edhe i them unë kësaj që am një mund të vi në Itali, se unë këtu s'po, se ku ishte çuni 6 muajsh, unë e kuptova që ka probleme, sepse çuni jemi është sot për 14 vjeç, 13 i bërë për 14, e kam me aftësi të kufizuara. Të kufizuara. Qa problemesh zbulove kur ishte 6 muaj që ishte çuni? Zbulum sepse si thotë këmbët, bacini. Po, jo, nuk, rashta, këto kavilje, që si thonë ato? Koksofemoral, do të në ngofjet, apo... Nuk i ka të pjekura. Po? Edhe çuni im ka hec 4 vjeç. Po? Edhe nuk rrinte ullur, edhe si vija i stiq kështu, a i binte, sepse ati t'i dhimte edhe trupi, sepse nuk i ka edhe masën muskulare në trup. Po? Si fëmijë, kupton? Se ka të zhvilluar. Nuk e ka gjithë qelizat të vdekura, si ta them. Po. Masën muskulare në trup. Po. Edhe tani ne kemi bë ato shumë vizita, po do dalë edhe atje. Po, okay, po.
Edhe më thoja, vrisja me veten time, thoja nëse çunim do ketë ndonjë problem, se unë isha fshat me prindrit, ku me çu me terapi, ndaj gjë, sepse doktorët më thënë mua që ky kur të bëj gati 1 vjeç do shikohet për terapi, sepse ka ca terapi që nuk të bëhen me kohën. Nuk mund ta bëjnë dot para kohe. Edhe thoja unë ku do shkoj unë, duhet me marr autobusin për ditë me shku ndoshta në Tiranë. Edhe haja këtë me veten time edhe më vriste. Edhe i kërkoj ndihmë kësaj shoqes time, se tash kjo kishte 2 fëmijë. Edhe kjo thot hajde tek unë. Hajde tek unë, tha unë jam transferu në Firenze. Nuk jam unë në Padova. Ishte shqiptare kjo shoqja? Jo, ishte rumune. Rumune, po. Po. Edhe tha, hajde, tha, se unë tha, me këtë kohë kështu tha jam pajtu edhe me burrin. E kishte marrë burri vet, po burri vet vete herën 10-15 ditë, se punonte me kamion. Po. Edhe tha, hajde, tha, inshallah, tha, po gjejmë ndaj punë, ndaj gjë, tha, të rregullojmë, se tash unë tani kam divorcin, edhe ndoshta mund më skaloj shumë kohë, se me atë përmesën që më ka skadu, ndoshta edhe mund me ndaj punë, mund të zgjedhim gjëra. Shkoj tek kjo, i them prindërve që do shkoj tek shoqata, sepse nuk doja ta shqetësoja mamin, babin, vllezërit, familjen. Edhe shkoj tek kjo, edhe më thotë kjo mu Fatima ti tani rri me fëmijët, është një plak lart që ka nevojë do shkoj ti punojmë 2-3 orë se ka nevojë për pastrim. Paktën të blejmë panolina për fëmijët. E thoja, po, mund të marr fëmijët edhe ti shko atje. Aty pastaj i mërësha fëmijët edhe poshtë pallatit ishte një park që i çoja fëmijët aty, i vija luajshim aty. Edhe shikoj një gru rreth 50 vjeç kështu. Edhe më thot muve, po ti thot me fëmijët e kësaj, se kjo kishte gati 10 ditë që rritet ke goca vet. Kishte gocën të njëjtën pallat me këtë. Edhe i them unë, e kam shoqe, e kam ardhe, së është të punu ajo. Unë fillova pastaj me fol vet italisht. Edhe, thash, po ti këshne këtu qa punë e bën, thash nuk bëj punë, thash nuk sa kam thash nuk pak ditë kam, thash unë edhe du, thash bëj gjeni punë, thash bëj letrat. Po i flisha kësaj, edhe po i flisha kështu sepse duke pa që ishte me mosh, madhe, ke parasysh. Kështu, kjo tha, unë jam në Kalabri, tha kjo. Unë punoj në Kalabri, tha, po unë tha, kam 10 ditë duke goca, tha, po do iki këto 2 ditë, tha. Ishte kalabreze, italiane? Jo, ishte bulgra. Bulgare, po, okej. Po, ishte bulgar kjo. Edhe më tha, tu bu ma betë, tha, më bje keq ta për ty, tha, po të gjej unë i punë ty në Kalabri, tha, djenti, tha, muve, thash, po më boni letra, thash, edhe vi. E bisedove me këtë shoqën time, thash të bëj letrat, pastaj thashun nuk kurse është e thanë me lejt atje, mund të vjet prap këtej, kupton? Edhe kjo tha, tha, ngeli tha kjo, tha, inshallah, tha, shkom mirë. Thash, inshallah do zoti, edhe kalun 2 ditë, morë mu kjo në telefon. Edhe thot Fatima, si se kalon kështu? Thot, kam gjetë një punë, thot, është një plak 8 vjeçë, thot, që ka nevojë për badante të pranon edhe me fëmin, të bërë letrat, edhe unë gëzoha shumë. Edhe vjen kjo, se isha me Kalamajt, vjen kjo shoqja ime dhe i them, shiko, kështu. Thot, inshallah shkon mirë, edhe kjo ishte pak si dyshe kjo shoqja ime. Thash, po, është femër, thash unë, nuk orë se do mendon se më bëjnë a i gjohë, to? Kjo tha, oke, tha, ti tha, kena i gjohë kontakt, tha, direkt muve, se kjo kishtë edhe gocën që marrë gocën e kësaj, se di që të ka bërë kjo. Marrë autobusin në Firenze, të shtunën darkët edhe arrin dielën nga dreka atje. Gati 3-4 rrugë. Po, gjithë. Edhe arri atje, i bi telefonit asaj, ajo fik. Bulgaria? Po. Që do tha hajtë në Kalabri do të pres? Po, fik telefoni. Thash ndoshta do ketë beteri të pres. I bi darka fik, edhe nesmja fik. Deri sa s'dija mo ku të shkoja, s'dija mo u hëngra mbes, edhe i thash asaj shoqës time. Ku qëndrove? I thash asaj shoqës time, i thash
Po, shkoj herë ka jo goca saj thuj përgjigjet. Ajo i thotë që unë se di se çka keni folur me mamin tem, po unë nuk flas me mamin tem. Thotë kjo. Vajza e saj në Firenze. Vajza e saj në Po mirë, Firenze. mami i saj do thonë aty ishte tek vajza e saj, nuk flet më. Po kishte shkuar në Kalabri. Po kjo, pra, po, po e kam fjalën që pse thotë që nuk po flas me pra, mamin e ka la tem. durët, kupton? Po, Nuk e di tha se çka keni folur, tha do s'flas mate. Po. Edhe unë mërzitem shumë, edhe në ato ditë kam pas një çantë, edhe kam pas aty një kopert që ma dha ajo shoqja ime. Në momenti që unë nis atje, tha maje këtë kopertën, ma lë të çunin në autobus, tha se është ftohtë ku flet fëmia. Ishte dimër apo verë kur ka qenë muaj aprile. Aprill, po. Po. Po, aprill, edhe në momenti që unë bëj valiçën gati, mor një pak biskota dhe një cet edhe hidh ca kokra. Gati hajt çuni thot ç'a bën, thot merret gjithë, s'ka gjë me kokra ti. Edhe ma mori nga dora e mbylli kështu ajo dhe ma futi në çantë. Edhe unë kam pas gati 30 euro. I kam pas si kam pas. 30 euro me vete, pra ti u nisi nga Firenze me 30 euro, me ca biskota, një çantë me ca rroba dhe një kopert, një batani për çuna. Dhe mbërriti deri në Kalabria, Reggio Calabria. Po, Reggio Calabria. Po. Ku fjetë, do të thënë, ku kjo nuk të përgjigje? Aty ishte një autogrill që më la autobusi. Po. Edhe unë i thash, hajde se ma tha jo, të sprit në autogrill la Lamezia Terme. Po. Sepse aty në momenti që vjen ditë marr unë. Po. Unë zbres aty, edhe pres kjo nuk përgjigjet me ditë. Edhe unë fle, për jashtë ishin ca stole kështu që ulshin, hajshin, edhe unë isha, ky ishte tavolina, ky ishte stoli, çunin e kisha në krah edhe flije me cope, majshte çunin sipër tavolinës, kështu që i flinte, se çuni. Aty jashtë. Po. Edhe unë kam pas edhe një telefon me butona. Po. Kështu edhe kërkoj ndihmë aty i them, mund të futesh pak në Google, kështu ngjesh një numër autobus Shqipërie. Po. I them një gruaja aty, ishte edhe ajo e huaj, edhe shkruan aty edhe gjen një kompani. E morën në telefon, edhe më thot mua kështu që ne vim nga Ejtja, 5 masdite na ke aty. Po. Edhe unë u detyrova 3 deri te Ejten aty. Nga e diela që mbërritet deri te Ejten. Ti ke fjetur jashtë vetëm me një batari me çunin. Po. Edhe me 30 euro në xhep. Po, kemi hongër ato biskotat, kam mori panin që kam ashtu me çunin, edhe që kam ble ujë. Po. Edhe thash do pres autobusin tani se nuk kam se qysh. Po aty tek autogrill nuk ishte dikush që mund të ndihmonte nga ata punonësit që ishin aty apo pronari apo. Jo, nuk, pastaj unë rria e shtyllur, shumë triste, stia qysh tek qysh si t'ja dilsha. Në atë momentin që erdhe Ejtja më si po prisja se do vit autobusin 5 masdite. Në orën 3 masdite kalon një marokin që pastron të venin. Po. Edhe thot, zoj, thot, unë kam kaq ditë që shikoj këtu, qa bo këtu. Edhe i them unë që pres autobusin me ik Shqipëri, i them unë se s'kam ku të shkoj. Thot, po s'kena një këtu, s'kam as njëri, i them unë. Edhe më thot, osa keq vjen, thot kështu. Edhe ikëm këta hapa, edhe kthehet prapë. Do ti edhe unë nuk kisha as volja ti të fisha më, po thjesht. E tha, e diti tha që u kam grushtat zane, tha, dhe gruaja ime tha ka pas punu tha tek një familje, është një plak, tha. Po tani nuk shkon tha se është muin ashtu, do ta morë në telefon tha se ndoshta tha nimon tha të shkosh ka ajo. Edhe unë i them, okej, e merr në telefon i thot, shiko thot, ai thotë mama saj se ajo i kishte ndihmu këto. Edhe i thotë, është një zoj këtu e re, ka një fëmijë, ka ditë që është këtu s'ka ku të flej, ku të ri, a ke mundësi, po që se ke nevojë edhe të ndihmon në shtëpi për këto. Edhe kjo thotë, po me gjora, thotë, kjo kështu, të të vike unë, edhe kem shkruar unë një letër, e numrin e telefonit, edhe shtëpinë ku është kjo, vendi. Edhe thotë, ja, thotë ku e kem adresën, thotë, edhe dhe shkosh kë kjo adresë. Në atë moment, sa më jep letrën ky mua afrohet një makinë karabinieri, policie, afër meje. Edhe thotë, unë thotë jam marshale di Lamezia Terme, thotë, kanë marrë kolegët e mi, thotë se kam pa ditë që je këtu.
si ka mundësi. A mund ndihmojmë për ndonjë gjë? Unë i them kështu që unë jam këtu sepse duhet të shkoj ke kjo adresa. Po. Nuk flas më vetëm ajo ishte në mend them kjo adresa. Edhe shefi thot, okay, thot, merr fëmijën, thot, hajde mos meje. Më thot ka ato grili, edhe thot atij të jepi qumësh për fëmijën, çat ka kjo nevojë për fëmijën, ai buk në gjë. Thaj. Edhe aty morëm nga një panine dhe unë edhe çuni se çuni sa do i vjeç po e di. Edhe morëm aty nga shishe ujë, na merr, na bë bilet ai për trenin, na çon në stacionin e trenit edhe për të shkuar atje. Në momentin që unë shkoj atje, më pret çuni asaj me nusën. Në momentin që më shikon thot, ti që e ka fëmijë e vogël, thot, unë mendova që është një zonë e madhe. Kështu me fëmijë. Edhe u habitën këto, kupton? Më çojnë tek kjo nona, që kishte nevojë. Edhe më tako kjo mund përqafon poverinë, kështu pak a shumë edhe qante, sikur kishte vite që njifte edhe sikur po ishte shumë me dashur kështu. Edhe i thot më thot muve, do hash, që do hash? Unë them nuk dua si gjë, se unë mo ishe edhe pa fuqi. Du vetëm të bëj një dush edhe të fle. Ishte 7 e darkës, por në dush deri shkoj ora 8, kam shku me flejt. Edhe jam rrit nesër në orën 12 pa përmend edhe unë edhe çuni. Kemi qesh shumë të lodhur të raskapitur kështu. Imi zgju, kur zgjova shkreta me shumë vështirësi ishin rrit në boj pjatë makarone. Edhe thot do ham buksa, dikim ke komuna, thot ti them thot që ka këtu ti bëj gjëra si ka hije. Që mos kemi problem thamë. Po e them unë kam edhe të rëçevutën thashëm ka skadu thashun. Po përmesa. Po. Edhe kështu, në atë moment ne që ham bukë edhe ikëm ke komuna. Edhe i flet ajo asistencë sociale, kështu edhe thot, thot ti paska edhe nevojë për çunin, kështu sa e shikoj edhe fëmin, edhe i thot kësaj sinjore Roza i thoshin atë nona. Edhe i thot, shiko, nëse ke nevojë ne do të gjejmë një tjetër, po këtë do e morim neve sepse kjo ka nevojë për fëmin me pa me kontrollu. Shumë gjojna, që me këto probleme që ndoshta ka kjo duhet pa, nuk do ketë mundësi të rritë gatuj ty apo kështu. Ajo qante, jo, unë shiqyr që e gjeta, unë shiqyr kështu, e thote për qëtëso, e thote se do e majmë këtu, do të vi takoj për ditë, ne do e apim për mes të lejë, që kjo të vi për ditë të takoj ty. Edhe në atë moment morëm të qojnë prapë me një kazë familje si ishën Padove. Edhe shkoja aty, shkoja për ditë të takoja këtë nonën, mi për 20 euro, po thuj se për ditë. Sa herë që shkoja, blejnë e gelato, blejnë e gjë shumë mirë. Edhe kjo merr një badante tjetër, kjo badante pëse bëhet xheloze, pëse shkoja unë aty, sepse mendonte që unë ja marr punën, po, kështu, edhe unë e mirësha në telefon, kjo ma shifte numrin tem, ma fikte telefonin. Edhe unë shkoja takoja atje dhe kjo s'kuptonte shumë këtë telefonin, se edhe plak, kështu. Edhe kam nejt në Kalabri, 2 muj, në atë moment ato më gjitën një avokat, që i mora ato me letra me çdo gjë, edhe rria në Casa Madre, lart ishte Casa Ripozo për pleqt. Aty ishte njofta një grup quhet Maria, edhe kjo gjithmonë më shifte mua shkallët aty ul mërzit, me shumë ato të mijat, me çunin, kështu edhe më thote mua, gjithë dilshin, pse s'delti, thoja, s'kam asnjëri këtu, kupton? Edhe i vinte keq edhe folje me atë për gjesën aty dhe tha, këtë tha da e morën tha për herë një javë thot bit hajke unë. Kishte 2 goca edhe burrin. Edhe shkojsha, e kjo ditë diele edhe me zirë prisjet vite diele se thoja do shkoj ke kjo edhe sikur ishte një mbështetje për mua, kupton? Flisha me prindrit e mi, thoja jam mirë, nuk kam asnjë gjë, nuk as kurrë, nuk i thoja edhe tisha, se di, me sakru, nuk i thoja kur që unë jam keq. Edhe mami thote, po mirë këtë të thumë që t'jesh mirë, këshu edhe babi. Pastaj aty bëj me avokatin, shkoj në kostur, me japin letrat. Dhe letrat i morë për 2 vjetë. Që shumë mundësi, thoshin për 6 muj mund t'i morësh. Por më thanë mu 2 vjetë, unë tash, s'ka i gjo më të mirë, për i gjo, sepse ti ke edhe momente që në nevoje edhe me do 1 euro të duket shumë.
apo je në moment që të pret diçka me zero pret edhe kur të vjen kështu, por zot shqyr, shiko Zoti nuk len asnjëherë, megjithëse t'jep edhe ato sprovat me hap syt edhe me mbyll zemrën, po me shumë gjojna, me shumë kuptime, pero ka dhe gjëra të mira jeta. Dhe pastaj pasi mori këtë lejnë qëndrimit për 2 vjet. Po, mora e mora edhe i thash kësaj familje se se shoqata më tha tani ke letrat tha mua dhe ti tha duhet gjesh një shtëpi, një punë, ecësh vet. Ne të ndihmojmë deri me këtë lloj pike. Edhe unë i thash asaj familjes italiane që shkoja çdo javë, këto nuk doishin që unë tiksha. E tha jo, do rish këtu, se ne kemi një shtëpi që ka rrit, ishte rrit burri kësaj Marias, edhe tha do ta rregullojmë, do rish aty me çunin, edhe do të ndihmojmë ne, do të gjejmë punë, nëse ti s'ke mundësi me marr çunin, do të ndihmojmë ne, do ta çojmë. Po, sa të mirë që pasi që. Po, shumë, unë nuk e di, mund njerëz të mirë ajo zona ande, nuk e di, shumë të janë edhe shqiptarë ata, janë arbëresh. Po, e kam dëgjuar historinë atyre kështu. Edhe më thot mu Fatima, thot po rri këtu me ne, po do t'i unë që ika atje, këto kishin 2 goca, po kjo e vogla u bu pak xhelose. Goca vockë. Po, ajo ishte 7-18 vjeçe, sa e madhe ishte 19, pak kështu lushin diferencë. Edhe thonte, po si ka mundësi të vi kjo, të rri kë shtëpia, kupton? Edhe unë i thoja asaj, edhe në momentin që morë vesh, unë kur shkoja te djela ajo se ulti në tavolinë. E me mua, sepse thot nuk filloj, se fillim më dëshin të dyja, më përqafojshin. Edhe kjo më dhe më përqafon, ishte më kështu, kurse kjo vogla, nuk më ashtu më thoja, hajde ha puks, më së më zisë, unë dhe iki, nuk rri këto, shala gjeni drejtim, nuk du unë, thoja unë, edhe i thoja Maria, thoja të Maria Lel, më zvit, vit haj mrapa. Edhe në momenti që kërkova prapë ndihmë aty në Padova që njifsha edhe ca shqiptar njifsha kështu, kërkova prapë ndihmë edhe thash unë kam shef dhe me që kam dokumenta të vi prapë ande. Po në Padova. Po. Edhe më thojnë okay, ashtu kështu flas prapë me këto 2 se këto thoshin tani nuk je vetëm. Edhe her pas here më thot ajo italiania Maria, thote, Fatima, ma, pse je vetëm, nuk ke asnjëri, thojnë, vëllezrit i kam të vegjël, i kisha akoma në Shqipëri. Mami, babin, i kisha në Shqipëri, pastaj, nuk është se kisha një ndihmë, apo pastaj unë nuk janë kosha njerëzve. Dhe vendose të shkojë në Padova? Po, vendose të shkojë në Padova. Ato ka jo casa familje që ishin. Jo, me një familje tjetër. Po. Edhe kjo Maria tha kështu, Fatima tha shiko, tha se je sigurt tha për këtë gjë që të bësh këtë. Po. I them po do shkoj. Në atë moment unë kisha edhe një shoqe nga Durrësi, edhe kjo ishte në Firenze, që e njifsha, edhe më tha mu Fatima, pse të shkosh atje hajde ke unë, tha. Hajde tek unë, thash unë, kjo kishte 2 goca, kom shtëpi komune, tha nuk paguja si gjus, dua si lek, tha me pagu, kupton? Ti tha, hajde ke unë, tha, unë të gjej punë, tha çunin në kopësh kështu, edhe do ti unë, e kisha edhe konfidencë, pse edhe kjo ishte rreth 45 vjeçe kjo shoqja ime, që e njifsha. Edhe kisha gati një vit i gjysmë që e njifsha, flishin për ditë, ishin shumë kështu. Edhe do t'i them unë, megjithëse them unë kështu, po, thot më hajde. Edhe do t'i unë morë prapa autobusin nga aty dhe shkoj në Firenze. Shkoj në Firenze, se më thot hajde se t'kam gjetë një punë. Shkoj atje, gocat asaj ishin të lidhura, edhe nuk vishin pothuajse shtëpi fare. Edhe shkoj atje unë, çdo gjë mirë, them ku është puna, kalon gati 2-3 javë, them po jo puna ku është. Paktën ashtu e regjistrova çunin në azilo, kupton? Po i bona gjitha unë, edhe tani thash më të punën, se unë tani thuaj se nga mjesi deri në 14 vite isha kot. Edhe kjo më tha muve, po të shikojmë që shtek edhe ndryshun këto planet e kësaj.
Edhe I tha, u mërzita ashtu, kjo familja më hapi edhe një post të pe dhe fuste lek aty për të ushqyer unë që isha ke kjo. Kjo Kalabrezja. Kalabrezja. Po. Po, unë deri sot kam një marrëdhënie fantastike me ato. Po. Flas Po çfarë ndodhi me këtë shqiptarin ndodhin Kjo shqiptarje pastaj më tha muve kështu, po ti kam gjeti punë, tha, po është mas dite, tha, ti ke çunin, tha, se çoj çunin, tha, Shqipëri ke mami, tha, çoj çunin Shqipëri ke mami, unë thash sa kam lot çunin as nuk e loj pas një lloj mënyre. Tek asnjëri çunin thash është. Unë thash ty ti e di historinë time tash unë. Unë tash ti ishe pa ashtu tash unë. Çfarë kishte ndodhur me këtë punën e kësaj që kishte gjithë shqiptarja? Më tha që nuk bëhet ajo punë, tani kam gjeti punë, po ashtu ishte skuza ashtu asaj që tash edhe më tha, aty ku më tha që më çoje çunin ke mami, kështu tash unë ti do më tregosh mua tash ku ta çojën çunin? Çuni tash është I imi tash unë, edhe ti tash ne organizuam. Plus që çuni kishte nevojë për kura, për trajtime, për problemet e veta shëndetësore që kishte. Po. Edhe kjo më thot mua, jo, shikojmë ne këtë në momentin që unë jam fut me atë shtëpi dhe fillova bleja shpesë. Po. Filluan edhe gocat asaj me ardh me hongër, me në shtëpi, vishin buletët, thonë mua ti rri më shumë shtëpi paguaj. Se kam një gati një muj aty, thash unë, po buleta ka ardhur, sa kam tus? Ne ta gati një muj tek ajo. Fillum mos marrëveshjet, kupton? Edhe vjen kjo I dite, kam pas çunin me temperaturë, edhe më thot mua, të jepun lekë të trenit tot, shko diku tjetër. Unë thash, te orë të më thunë, thash, se gocat e mia tha nuk duam, tha. Thot kjo. Edhe thash unë, ti thash të ke sjell mua këto s'ka marrë me, ti thash të më gjesh punë, të rregullohemi, unë thash unë kishë gjetë punën, a vash edhe një shtëpi të vogël, apo kështu, kupton? Se unë sa do. Përfundimisht punë nuk gjetet dot në Firenze, u detyrova të largohesh nga shtëpia e kësaj. I thash unë jep kohë, thash unë, thash nuk iki tani, thash unë 6 darkës, thash unë, çuni me temperaturë, edhe tiki unë thash, si thash unë dhe bën këtë gjë. Pastaj flas prap me këtë familjen Kalabreze, edhe kthehem prap po ka ato. Po, ne kthesh prap tek ajo Kalabreze. Kthehem prap po ka ato. Vetëm peripeci lart të poshtë, si duke bërë Itali. Kthehem prap po ka ato, edhe ato më thonë mua që ti tani do rish tu s'ke për tik më ne këtij, po do ti ajo goca ma puste shpirtin në mënyrë se si u sillte, se kishte hall, se atë shtëpinë mund ta ipshin mua, apo pse që shtek. Kuptova. Edhe don ti ishte një familje që më bënin kontratën që shkova rinovova gjatë për të rinovuar letrat, ishte shkodrane. Edhe I them burri I saj me kompaninë që punonte, e kërkoi atje atë kontratë pune gjatë që më kthyn më dogjen edhe mua. Edhe flas, ishte një ditë që më merr kjo mua dhe më pyet. Edhe them unë kështu, po jam mirë ne këtej. Thot mua shiko, thot, janë 2 pleqë këto thot edhe ka nevojë. Mund të rish flesh këto thot, apo mund gjejmë edhe kështu. Do të unë në fakt kisha besim ka ato, sepse edhe ku isha atje gjithmonë kanë ndihmu me rrobe, me kështu sa ajo gruaja vinte ke ka Caritas që isha unë, edhe binte rrobe, binte shumë gjëra, ishin njerëz. Po. Edhe I them unë kështu, I them unë shikoj, edhe ti edhe Maria ma pa thonë që s'ka më, nuk du më të thosh që unë do iki. Ti tani ke vinin këtu, do bëjmë planin që kemi bërë. Edhe do t'ishim tavolin kështu, I them unë do iki prapë. Edhe e thonë uve, qa thot I kështu besa? Edhe se këto italianët janë kështu, ta respektojnë, nuk thonë jo, po si janë prindrit shqiptarë që thonë jo, ti do bërë qa them unë. Edhe fëmija vetë me mërë një zgjidhje, ato e mbështesin. Oke, tha, ti da bësh me një kusht, tha, që folma të thot gjeni shtëpi, tha, edhe do ikim të 3 bashk. Që ta shohim. Po, ti me çunin edhe ne të dy, unë me burrin tem, thoj që ta shikojmë. Shkojmë atje neve, Padova. Në Padova tani. Po, unë njihsha zonën, se aty nitë gati vit, edhe jam kontente që jam kthy po andej, sepse është gjë që kam kaluar edhe kaq vite tani edhe shkojmë atje, ajo më gjen mu një shtëpi me një lom, banjo edhe kuzhina. Unë edhe çuni ishte mjaftueshëm. Edhe shkojmë flasim edhe për punën, që ishin këto 2 pleqë.
Edhe më thotë, ky burri Marijes thotë du të plas me atë padronin e shtëpisë. Po. E ka paguajt për 1 vit, edhe i ka thonë Oh. ti për 1 vit nuk duhet shkelësh këtu. I ka thonë atij padronit, për 1 Po. vit ti nuk duhet shkelësh këtu. Këtë mos bezdiste ty. Po, mos Pagoj bezdiste je shtëpinë, vetë, qeranë, më të gjitha, ashtu po. edhe ato shumë herë me fjalë edhe vishin, sa ato tani gocët i kenë në Gjermani. Daloshin ke unë edhe ikshin prapë, kemi takuar edhe unë jam varë poshtë, kam shku mi taku, shkoj. Po më tej pastaj aty u sistemove me Aty u me sistemova. punë, çfarë me punë punë. filloi të bësh? Punoja këtë 2 pleqt. Okay. Nga Mazditja, Po. punoja nga këto. Pastaj aty fillohet punoja edhe tek fruta verdura, në magazinë fruta verdura. Aha, fruta perime. Po, që Pra po bëje 2 punë. dy në punë. ditë. Po çunë si e bëj për të mbajtur? Çunin e çojë asilo. E çoj në. Kurse në qerve, Mazdita e po. majsha aty ka to pleqt. Po, e mbaja me vete, po. Po me vete. Po çuni duke u rritur avash pastaj ti filloi duke bërë këto kontrollet, mjikimet edhe Po, kurat. fillum çdo gjë me bë pastaj për çunin. Edhe është përmirësuar nga kur ka qenë i vogël, keni arritur nëpërmjet këtyre trajtimeve dhe kurave që të përmirësoj disi situata. Përmirësime ka. Po. Ka pasur përmirësime sepse si ta them, çuni im ka ritardo mentale, Po. si quhet. Vështirësi mendore. Po, vonesë. Në të gjitha drejtimet. Si për shembull të marrësh të 2 fëmijë dhe i shpjegon një lojë, një fëmijë e kupton atë lojën 1 herë, 2 herë, ta shpjegosh e kupton, kurse çuni im don shumë herë. Kjo është një diferencë që kështu. Pastaj plaket 20 vjet para moshës vet. Nuk i funksionon masa muskulare në trup. Edhe në moshën 18 vjeç deri 25 vjeç ka 85% 90% edhe ndërformim trupi. Gjatë që ka fillu deri tani edhe rruza me mor pak atë formën S. Po, edhe nuk man atë ekuilibri, ku hecën ose tonda si ta thonë. Po prapë them elhamdulillah jam mirë, sepse unë e frekuentoj shumë shpesh spitalet. Këto gjëra. Ti ke bërë shumë për spitale me djalin aty në Padova. Po, edhe i frekuentoj shumë shpesh edhe shikoj keq më keq, dhe them or zot, nuk kam asnjë gjë, ta marr çunin edhe tiki, sepse ne të duhet mendojmë që ka keq më keq. Mirë, Zoti bëf mirë për gjithë, kupton? Po prap po një jetë tënde, krijove një jetën tënde, ndonjë raport me ndonjë djalë, me ndonjë. Shumë vite kam nejt vetëm. Po. Kam nejt vetëm shumë vite. Kam vujt shumë, sepse nga çuni kam pas shumë strese, shumë këto gjëra. Me bashkëshortin tënd u shkëpute përfundimisht, ai fëmijën e shikonte, bën apo? Jo, ai nuk e shikonte fëmijën, ishte zgjidhja e tij. Unë në fakt jam mundu t'ia çoj 3 herë çunin, 3 herë më ka kthy mrapsh. Edhe nuk ka dalë në takim. Ish bashkëshorti, çfarë? Unë ish bashkëshorti ka një vit që ka ndru jetë. Më vjen keq. Pse, çfarë ndodhi? Vra në punë në Itali. Ai erdhi në Itali përsëri dhe po erdhi në Itali. Po, edhe duke punuar humbi jetën. Pastaj ishte zgjidhja e tij, unë në fakt e kam lutur shumë për një lloj firme, sepse doktorët në Itali e din pak a shumë si funksionon, duhen të 2 prindrit të formosin për të bërë diçka për fëmijën. Edhe mua më ka munguar gjithmonë ajo firme. Edhe i thoja, të lutem ma jap atë firmën, ai nuk ma jepte, me thot drejtën. Ose më thonte, nisi se nga herë është edhe kot se tani ka ndru jetë edhe po prap. Okej, ka ndruar jetë, më vjen keq për fatin e tij. Edhe nuk ka qenë zgjidhja e tij që mos e takoj, se unë s'e kam ndaluar. Ndoshta më ti do ta kishe takuar ai, domethënë se edhe prindi, edhe meshkujt ndoshta i kuptojnë gjërat, ne i kuptojmë më me vonesë gjërat, nuk jemi si femrat që kanë atë ndjenjen e nënës të dashurisë për fëmijën. Ne jemi më ndryshe, ndoshta jemi më pak të përgjegjshëm, por vjen një moment edhe tek neve që unë jam i bindur që ai po të ishte në jetë sot do të ishte kthyer tek fëmia e vet. Do ta takonte, do të lidhej me të, jam i bindur për këtë gjë. Ndoshta edhe pas shumë vitesh, por prapë do të lidhej. Po ti jetë tjetër bëre, do të thënë unë njohë me ndonjë. Mbas 10 vitesh që rrita çunin me shumë sakrifica, me shumë
e njofta një person tjetër, Po, italian, shqiptar. shqiptar. Aha. Edhe kam një çun tjetër. Të kesh me jetë, ju martuar tani apo E bashkëjetoni? bashkëjetoj. Bashkëjetoni gjithmonë në Padova? Po, Sa vjeç e ke këtë çuaj tjetër? 2 vjet që kam. Po të ketë, si është mirë është me shëndet. Nuk le dy kur bashkë. Terremoto. Më vët shefi që Po. ke një angjëll tjetër të vogël, së Jo, bashku me edhe angjëllin tani e janë madh. lidh të dy me njëri tjetrin, kuaj kush i prek. Po. Janë shumë të lidhur me njëri tjetrin, duhen shumë, edhe më ka ndryshuar jeta shumë. Po tani do të më tregosh çik edhe këtë çështjen e operacionit që ke bërë tek neve. Po, Çfarë operacioni ke bërë? dobin plastiku, Po abdomen plastik, do, pra rimodelimin e barkut. edhe gjoksin. I ke bërë të dyja bashkë apo i bëre veç Jo, veç? në dhjetor bëra barkun, Po, kurse me datë 9 aprilit tani bëra në prill, bëre edhe gjoksin. Po Po. çfarë ndodhi? Po pse i bëre? Çfarë problemi kishte? Atëherë, unë kur linda çunin mora pak peshë, po ka qenë Djalin e parë apo të dytin? të dytin, Të dytin, flasim po. nga i dyti. Edhe i hiqa si hiqa, i mirësha kështu, Po. pastaj e kapa pak streto këtë ditë, duke patë ditë këtë gjenika, që Po, theu. çfarë gjeni? Edhe fillova u dupsova si më shikoj. Edhe pjesa pak e barkut, normale se femra ndryshon mas Po. lindjes edhe mas humbje peshe apo kështu, edhe thash s'mungon asnjë gjë, pse mos shpenzoj pak e vetje, se shumë kohë unë, jo shumë kohë, por shumë herë kam lë veten mos dore, me kuptimin që e kam hidhur me një cep atje, edhe kam nejt atje edhe duke pa gjërat më të rëndësishme që është fëmia im, Po. pi fjala no, unë ta thash për familjen, por për fëmijët. E si vendose që të bëje? Kishe frikë nga operacioni? Atëherë nuk kisha frikë, Po. po duke fol për barkun fola me të familjes, Po. edhe mamit e din mos se si janë mamat, po kujdes, se vdes lekë la marrë. I thoj, o ma për gjë qefi, mu e është gjë qefi, e bë gjithë bota, ropë s'ka lekë dhe boti, unë. Edhe kur kam bërë gjokë, nuk e kam thunë asë gjë, se shpina jo, ke parësishit që... Pra, të vdesis, dhe s'ka në bajtë rogës prapë. Po, kështu, po, them se kam bërë gjërë më të bukur vetës time. Po. Edhe unë jam kështu gjithë dhe femrave, të kthehen edhe tek vetja, nuk po thonë të lojnë fëmijët mos dore, se s'bova ki, po të kthehen edhe tek vetja, sepse s'ka gjë më të bukur ta dush veten, se kur do veten ti i don gjithë kush të rrethon, i fal dashuri, i fal buzëqeshje, pozitivitet që ne për këto njerëz vujmë sot. Unë dua të bëj një pyetje, Po, në qoftë se dëshiron që të më tregosh nëse këtë çështjen e barkut, të gjoksit që të ishin deformuar nga shtatzënit, e ke vojtur shpirtërisht edhe emocionalisht edhe në raportin me bashkëshortin tënd të ri, në raportet intime, apo kur dilje në plazh, apo kur shikojnë veten para pasqyrës, sepse shumë femra, shumë nëna e vojnë shpirtërisht këtë gjë, nëse ka qenë edhe për ty i njëjti problem. atëherë, unë ta them pa perde, kam vujt shumë se kisha pak peshën, Po, që linda çuni kështu, edhe pjesa e barkut. Kurse gjoksin nuk e kam, asnjëherë s'e kam pas probleme, e kam bë se më ka desh. qefi, po, okay. Kurse barkun e ke vojtur. E kam vujtur pak barkun, sepse sa do që është tek, Po kur dilje në plazh, dilje me kështu me veshje trupa, kupton, jo me bikini. Jo, diçka me bikini normale, Po. pero prapë sa do, pastaj nuk është se kam pas edhe shumë bark, apo thjesht kam pas i e mbushur. Po, okay. Pjesa Pra ti bërë edhe thithje të dhjamit këtu tek beli këtu, apo vetëm barkun para bëre? barkun edhe thithjet. Thithje të dhjamit Po, tek Po, beli. që të Si- vinte puna mirë. okay, O ta finis bëjmë pa. mirë, o hiç pra kështu. Si vajti operacioni? Vajti shumë mirë. Kishe dhimbje pas operacionit? Me barkun ka më shumë dhimbje. Po. Kurse me gjoksin, po thuj se i ditën e parë dhe gjysmën ditën Po. dytë, pastaj në momentin që hoqja tubët fare,
Po me barkun ishin ndime të durueshme apo ishin të durueshme, sepse unë në natën e të spital, natën e dytë shkova shtëpi, ishte vit i ri, kam bë darkën. Pra ti sot pra në datë 30 dhjetor ti je operuar? 27 operove, po. 28 vajte në shtëpi. Nejta këtu. Po, okay. Dola pastaj me 31 kam heq tubët. Po. Kam shku në shtëpi edhe në darkë kam përgatitur darkën e vitit. Ke përgatitur ti, ke punuar ti 4 ditë pas operacionit, bëj gati. Edhe vllai më tha shumë e fortë. Tash nuk ke motor debël ti ke. Kur hoqe ato tubat, ato drenat, të vëmbi pati apo Jo. Thjesht në momentin që heq ato, sepse ato në momentin që lëviz ato të korrojnë dhimbje. Edhe kjo është ajo, pero pastaj mrapa e mora veten shpejt. E pastaj të bëjmë edhe gjoksin. Vendose proteza në gjoks apo je pa proteza? Atëherë kemi vënë një protezë shumë vogël që është rreth 200 cc, okay, mililitra, po. Po, edhe ngritje. Po, ke bërë lifting edhe ke dhënë pak volume. Je lumtur për këtë zinë? Jam, them tash 2 gjëra bukura që i kam bë vetes. E kam ndruar edhe gjithë garderobën. Po. Sepse ke marrë rroba të tjera tani, sepse të rinj të para. Gjithë tjera nga zero. Pas ke bërë goxha shpenzimin, sepse që ka fajin. Me anestezinë si u zgjove nga anestezia? U zgjova mirë. Po? Fillova me fol me veten, më me barku, prisha me veten edhe ajo infermiera tha çka ka, edhe unë ku do ikë shtëpi. Po, sa ishe zgjuar ti do ikë shtëpi? Po do ikë shtëpi, se kisha edhe në momentin që më bën anestezinë tash ta zgjohem, takoj kalamaj, se isha kështu se nga që s'kam bën një herë këto trajtime kështu, po tani me gjoksin u mësuam në moj rrugë. Edhe se kishim problem. Po, mirë. Të vjella të marrë mend nga anestezia pate pas operacionit? Jo, asnjë gjë. Kur hëngre buk? Do të di kur hëngre buk pas operacionit? Sa orë pas operacionit? Kur bëra barkun kam hëngur buk mos ditën tjetër, se nuk doja fare. Kurse kur bëra gjoksin mos 2 ditësh kam hëngur buk. Po pse nuk të haj? Nuk më hante, pastaj erdha ajo tha do hash kolacion, tash çfarë është për kolacion buk mërçelës, tash sturë çelë. Po, unë shqyrë tash jo që të mësira të bini më mërçelë. Edhe pastaj unë dola pastaj nga dreka, edhe kam hëngur buk. Se nejta një ditë unë nga që buna analizat, para pa buk. Po, okay, ti pas kënë 2 ditë pa ngrën fare. Hajtë se mirë është. Po humbas, po bie në peshë. Po, se kam problem tani, se kam su trupin edhe. Çfarë planesh ke për të ardhmen? Çfarë projekti ke? Plani im është, i lutem Zotit të kem shëndet plot, familjen të ngjoj që janë mirë, edhe kjo është shëndetje para. Pastaj gjëra tjera, si të vinë do jetë jetën. Nuk mendoj vetëm si thash vdekja s'ka zgjidhje, çdo gjë ka zgjidhje, më trem asnjë gjë. Presim normale dikojmë të gjërat e bukura. Ta du më shumë veten, kujdesem më shumë për veten, për familjen, edhe ti du më shumë njerëzit. Edhe normal, se edhe po të ndej nuk bëjnë keq, unë i pres me durap. Edhe unë tani më kujtojnë fjalët e Nietzsches, filozofi madh gjerman i shekullit të 19, në vitin 1900 ka vdekur dhe ka lindur në 1844, i cili ka pasur në një nga të librat e vet që nëse nuk të vret, të forcon. Në italisht, se non ti uccide, ti fortifica. Dhe ky është ai mësimi që nxjerr unë duke dëgjuar historinë tënde, që ishte plot me sakrifica, i qëndruar 4 net në ke fjetur jashtë së bashku me fëmijën tënd të vogël atje në Lamezia Terme, ke lëvizur ping-pong midis Padovas, Firenzes, Reggio Calabria, ktheu përsëri në Firenze, pastaj shko në Padova, në Shqipëria, lart e poshtë Shtatzan, pra një jetë vërtet e veçantë. Dhe falë kësaj jetë dhe karakterit tënd, unë zbuloj që ti e bërë akoma dhe më e fortë, edhe të uroj jetë e gjatë për ty edhe fëmijët e tu, edhe burrin tënd, edhe bëj edhe ca fëmijë të tjerë,
Sepse s'ka që më të bëjë za fëmijët Do të na libanesë këtu, sa pastaj do na bësh gratis. Këtu jemi ne ta bëjmë ne gratis, ti bëj fëmijët e tjerë. Miq të dashur, kjo ishte historia e Fatimes nga Kavaja, e cila në atë mënyrën e thjeshtë, me zë të ulët, të ngadaltë, e tregoi këtu para telekamerat tona dhe ishte një kënaqësi që dëgjova këtë histori. Shumë faleminderit Fatime që zgjodhe Kate dhe të uroj më të mirë të kësaj bote. Faleminderit. Hajde çik dorë këtu. Për mua ishte edhe një kënaqësi shumë e madhe që të ndaj edhe këto sado gjërat e mia sepse kuptoj që ka dhe femra që ndihen, ka shumë momente bujo, shumë të errët, edhe që ndihen te tristeca, të ecin përpara, ta duajnë veten, të ndihmojnë gjëra me sportivitet, se jeta ka dhe gjëra të bukura edhe të këqija. Përsi ka mos dorëzohemi kurrë. Sa histori e fortë edhe me sakrifica, aq histori frymëzuese është kjo jote, ja. Dhe uroj që të frymëzohesh sa më shumë. Nuk e di se e ke vëmen unë edhe kur e flas më buzëqesh. Po, okay, sepse e them me krenari, megjithëse kam vujt, edhe kjo vujtje më ka bërë kjo që jam sot. Uroj të kenë marrë fund vujtjet tua. Këto të mëdha kanë marrë fund, me siguri. Po prapë, tash, nuk e kam problem fare. Unë si të vi jeta, unë do buzëqesh si lule gjithmonë, edhe do të lulëzoj. Kështu? Me këtë do ta mbyll me këtë fjalë, do buzëqesh si lule dhe do të lulëzoj. Mirupafshim miq, ju duam fort. Ciao. Ciao.